Çanta me letra. Në një shkollë të vogël në një fshat malor, punonte një mësuese e quajtur Arta. Ajo kishte një zakon të veçantë, çdo nxënësi, në fund të vitit, i dhuronte një letër të shkruar me dorë, ku i tregonte çfarë kishte parë të bukur tek ai, një buzëqeshje, një përpjekje, një gest të mirë. Askush nuk e dinte pse i mbante këto letra në një çantë të vjetër lëkure, që e kishte gjithmonë me vete. Vite më vonë, kur Arta u tërhoq nga puna, fëmijët e saj organizuan një festë të vogël për të. Ajo solli çantën e saj të vjetër dhe u tha: "Kjo çantë nuk mban vetëm letra, ajo mban gjithë dashurinë që kam ndarë me fëmijët e mi ndër vite." Në fund të festës, nxënës të vjetër, tashmë të rritur, u afruan një nga një. Secili kishte ende letrën që u kishte dhuruar ajo, disa të zverdhura, të tjera të ruajtura në kuleta apo korniza. Njëri prej tyre i tha: "Kur s'dija nëse vleja për diçka, letra jote më bëri të besoj te vetja." Dhe ajo qeshi me lot në sy, duke kuptuar se fjala e mirë që kishte dhënë dikur kishte lulëzuar në zemra të shumta.